Pra, Gazbardhi ka quar një goxha dosje në SPAK, ku akuzonte nëse të kujtohet zotin Noka se ishin dy kampe atëherë, nuk ishin një familje, njëri ishte me foltorën, tjetri ishte në Partinë Demokratike, e akuzonte Flamur Nokën për një vilë të famshme në Lals, që e kishte pa deklaruar, që kushtonte mbi 350.000 euro e kështu me radhë. Dhe nga ajo dosje goxha voluminoze që ka nisur Gazbardhi, ka patur po ashtu shumë indicje dhe është bërë një hetim i zgjeruar ndaj një vetting, le të themi siç po bëhet në çdo politikani që merret në hetim, nga anë SPAK-u në raport me Flamur Nokën. Dhe në informacionin që un kam, siç po thoja, Flamur Noka është thirrur sot për këtë çështje. Tani pyetja e natyrshme është pse Flamur Noka del dhe gënjen, duke thënë që më thirrën për krime zgjedhore, kur është thirrur për diçka tjetër. Kam përshtypjen se kjo lidhet me debatin publik. Partia Demokratike do që debatin publik ta mbajë tek farsa zgjedhore që ata e kanë interpretuar si farsë zgjedhore, ndërkohë që e vërteta është që rinumërimi tregon që nuk ka farsë zgjedhore dhe faktet tregojnë ose informacionet tregojnë që Noka ka qenë në SPAK për hetimin që po bëhet ndaj tij, hetimin pasuror. Pra, zoti Noka në një farë mënyrë ka thënë një të pavërtetë sot për të shmangur debatin publik rreth tij. Pra ju thoni që zoti Noka ishte sot në SPAK për akuzat që i ka bërë Gazbardhi? Absolutisht. Domethënë një nga instrumentat ose gjërat më të rëndësishme të hetimit janë dokumentet dorëzuara nga Gazbardhi ndaj Flamur Nokës. Dhe ai sot është thirrur për hetimin që po bëhet ndaj tij, hetimi pasuror dhe dyshimi për pastrim parash. Për këtë është në hetim Flamur Noka. Pse Noka del dhe thot nuk isha për këtë, por isha për zgjedhjet, sepse do që debati publik të fokusohet tek farsa zgjedhore që Partia Demokratike ka ngritur si kal beteje dhe jo tek fakti që numri 2 Partisë Demokratike është një proces dhe hetimet kanë avancuar për pastrim parash e më se thash. Pra, ajo të çfarë ndodh të paktën sipas një përplasje brenda PD-s, do të kemi një përgjigje së shpejti se çfarë vendimi do të ketë SPAK edhe për Flamur Nokën, apo pritet një tjetër në rrjetën e drejtësisë, çfarë pritet të ndodh paktën në këtë betejë? Dhe tani të qëndron edhe kjo më dyshja, do të thoja floget, sepse ne kemi parë që Gazbardhi ka dalë shumë i qeshur ka Flamur Nokës. Çështja është, mund të mbajë një qëndrim ndryshe sot zoti Bardhi nëse këto informacione që keni ju janë të vërteta dhe sot ai ka qenë për Gazbardhin dhe mund të ketë një qëndrim ndryshe, apo çfarë nuk ndodh në këtë politikën tonë? Jo në këtë politikën tonë, po çfarë nuk ndodh me gazin. Se tani që politikanët ndryshojnë qëndrim, ndryshojnë opinion, ndryshojnë mendim, ndryshojnë nuk është një gjë e jashtëzakonshme që ndodh në gjithë planetin, por ka disa vija të kuqe. Pra në momentin që unë ty të them, ti je një gazetar i shitur, pa moral, pa diplom, nuk di të bësh një pyetje, nuk ke informacion, dhe vije ulëm në këtë karrige këtu, unë jam minimalisht si ti. Pra unë shkoj dhe ulëm të një koleg që e vlerësoj për kontributin që jep ndaj shoqërisë. Unë ka televizion që nuk shkoj. Po, për çështje zgjedhjesh. Çështje zgjedhjes sepse unë tek media ime kam shkruar që unë kam dyshimet e mia si financohen ato media dhe për çfarë qëllimesh janë ngritur. Po, është çështje morale me vetvete. Patjetër. Në këtë kuptim, gazi ka kaluar çdo limit. Pra, gazi e ka bërë çka pasur për të bërë. Ka marrë dosjen dhe ja ka çuar SPAK-ut. Ai është akt. Pjesa tjetër që shkon dhe bëhet nën kryetari i doktorit dhe ka sekretar përgjithshëm Flamurin, është mungesa e shtyllës kurrizore të gazit, që ai e kamuflon me pjesën politik, bashkim, diversitet e më thash. Por këto janë muhabete që vetëm sa e delegitimojnë dhe e bjerrin besimin tek skuadra e Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kuptim gazi nuk surprizohem fare unë që të jetë tani duke bërë gati një
qasje tjetër në raport me këtë çështje. Qasje tjetër në raport me këtë çështje? Po, mund të thotë për shembull, nëse dje i ka besuar Spaku dhe ka shkuar e ka denoncuar, po mund dalë dhe mund thotë që po bëhet gjyq politik ndaj filanit, e më the thash se unë kam çuar diçka për këtë, por ata kanë shpifur në gjëra tjetër. Ose mund të jetë duke bërë tjetër, s'është i paparashikueshëm, mund të jetë duke fërkuar duart që kur të vi momenti që t'i prihet koka politikisht Flamur Nokës, njeriu më besnik të Sali Berishës, do ketë më shumë hapësirë për të çarë në objektivin e tij për marrë Partinë Demokratike. Flokert, ditën e sotme në dyert e GKK-s ka pasur përplasje të forta në fakt. Me Arian Dojnë ish prokurorin e Durrësit, i cili aktualisht është dhe deputet në qarkun e Durrësit, ka dalë me vota preferenciale dhe ka qenë një nga më të votuarit paktën në qarkun e Durrësit. Ka pasur akuzat forta nga kandidatët tjerë që mund të jetë favorizuar zotin Dojnë në këtë panoram, por gjithashtu edhe për diskutuar fakt për plasjen e fortë që ai pati sot në GKK me Plaren Dervishajn. Çfarë mesazhi jep kjo dhe çfarë mund na thuash pak më shumë për këtë ngjarje, sepse duke që kishte një përplasje të fortë, kishte një gjuhë brenda sallës gjyqit që ka marrë të shikoj vetë në sy, i thoshte Plaren Dervishajt. Dëgjoj, kjo ka dy lexime. Leximi i parë është leximi në kuptimin e kronikës zezë të ngjarjes. Pra, ndaj Zotit Ndoj, ku ishte brenda edhe një eksponent i botës krimit para disa vitësh, është kryer një atentat ku ka ndruar jetë një fatkeq që ishte në mjet, por jo ai Rumi jashtë quajtur. Po, Rumi Shia. Apo Ndoj fatmirësisht që dhe nga ai diskutim që ka ndodhur, unë arrit kuptoj ose të parafytyroj se sa e tmerrshme dhe se sa e padrejt ka qenë drejtësia dje, mund të jetë dhe sot, nuk po them që sot ndriçohet. Po mënyra se si një eksponent i botës krimit komunikon me prokurorin dhe tregon se ç'kan diskutuar dhe më herët me njëri tjetrin, pra palët kanë detyra të ndara. Prokurori ka detyrë të hetojë, ndërsa ai zotria eksponenti atje ka zgjedhur jetën e tij të kryejë vepra penale, më se thash. Në momentin që këta komunikojnë me njëri tjetrin si të ishin nga e njëjta bandë ose banda të ndryshme, këtu ka humbur pushteti gjyqësorit, ka humbur arsyen pse ekziston. Pra ti je aty për të hetuar, por në fakt komunikon me të si ai ose si shok, nuk ka rëndësi. Pra në çdo rast ti nuk mund të komunikosh si prokuror me një eksponent botës krimit, as sikur je një antar bande, as sikur je një kundërshtar i asaj bande, as sikur je një mik i atij zotrisë. Ti nuk mund të jesh mik për shkak të pozicionit dhe punës që ke. Kështu që në këtë kuptim kjo është e para. Në kuptimin e asaj që thot Dervishaj që erdhë të shohë në sy e kështu me radhë, mua më duket sikur kërcënon. Që thënë Ndoj këtit, Dervishaj sepse Dervishaj. Po pra, ndjes, Ndoj Dervishajt është sikur ngjan edhe si një lloj presioni në një farë mënyre, por mund të jetë dhe krejt e kundërta. Mund të jetë ngjan si presion sepse sikur i thotë që unë di shumë dhe mund të them shumë që mund të xhys shumë më thellë, por nga ana tjetër mund të jetë dhe e kundërta, që erdha të të shoh në sy dhe të them që unë mund të kem mëkatet dhe kusuret e mia, por në raport me këtë çështje ti e di që unë s'kam asnjë lidhje dhe mos më merr në qafë kot, mos më bjerë në qafë kot, pra nuk duhet detyrimisht ta bëjmë dhe Ndojnë me fajore. Në faj Ndojt, moral, se ligjore, ku diun se çfarë është hesap tjetër, moral është që ka qenë me eksponent botës krimit në atë kohë në mjet, që moralisht ai duhet ishte përballë krimit dhe jo në një makinë. Patjetër, se nuk ka qenë makinën e policisë, duke shoqëruar për në qeli, ka qenë makinën personale. Në kuptimin politik pastaj, këtu është qesharake, komplet, ose tragjike, se si është zgjedhur deputet zoti Ndoj, por nga ana tjetër ka përflitet për këto lloj historish dhe